Përshëndetje gjithë, mirë se keni ardhur përsëri këtu në kanalin tonë 25/8. Sot këtë të mërkur, ku e kemi emisionin tonë, pra konceptin që do të cilin para jush, që ndoshta nuk do të kemi edhe koncepte tjera për momentin, sepse do të vazhdojmë punojmë vetëm me këto që kemi sjellë deri tani para jush. Pra e kemi konceptin flet zemra jo mendja. Në këtë koncept çfarë do të flasim nuk po ju tregoj, po e shihni në emision dhe do ta kuptoni. Në këtë emision kishim të ftuar Fitim Nuhiu, i cili është profesor i gjuhës angleze, po ashtu edhe shkrimtar i poezisë dhe shkrimeve tjera që ka të bëjnë me letërsinë. Çka kemi folju, vazhdoni të na ndiqni, folëm pak edhe për motivin, se si duhet motivohen dhe si të fillojnë ato, sepse edhe libri i tij i fundit, Carpe Diem, i cili është, të cilin e ka botuar tani, ku flet, ka intervista dhe të shkruara, po ashtu edhe shkrime motivuese se si të fillojnë të shkruajnë të rit, por pa mos ju marrë edhe shumë kohë, sepse motivi për të rit nuk do ndodhë diçka shumë e madhe për të filluar me shkrujt. Është sikur ajo, si për shembull, ajo më shikoi, unë e shikova. Ajo buzëqeshi, unë buzëqesha. Ajo shkoi, unë mbeta. Pra, dhe pastaj duhet një letër, edhe një laps, edhe nga ti mund të fillojnë shkrimet. E ju mund të vazhdoni tani ta bëni like videon nëse fund të emisionit, nëse ju pëlqen, e bëni like videon, po ashtu subscribe kanalin tonë 25/8 e vazhdoni të ndiqni intervistën. Përshëndetje Fitim, faleminderit që pranove ta jep intervistën për kanalin tonë 25/8 në YouTube në emisionin Flet zemra jo mendja. Faleminderit që pranove të jepni intervistën. Kënaqësia ishte imja. Ju pra jeni botues, merreni me shkrime, po ashtu si edhe profesori i anglishtës. Ju deri më tani keni botuar 5 vepra. Por çka ju shtyn që të merreni me këto shkrime? Me thënë drejtën, kjo jo që ka ardhur kështu pa kështu instinktivisht, po ideja është që jam frymzuar shumë prej leximeve, domethënë prej gjimnaz kam filluar me lexu, pastaj studime filologjiku, gjuha letërsisë angleze, pastaj edhe kjo më futi në atë botën e leximeve, letrare sidomos. Pastaj letërsia është tamam si magjeps. Edhe kur fillon me kryevepra, për shembull, ti lexosh botërore, pastaj ato sikur të mahnitin edhe nuk lëshojnë lehtë. Futesh në botën e tyre. Po, sigurisht. Momenti që njeri lexon, nuk mundet me ndetën indiferent, pa mos botu, pa mos shkru pastaj. Pastaj unë tipin e kam ashtu që nuk du të jem një lexues pasiv, po një lexues tamam kështu aktiv edhe i gjallë edhe dinamik. Ato që i lexoj kam dëshirë me i shpjegu, po me i diskutu me miqe, me dashamire, edhe falë kësaj, pastaj kom përfitu shumë prej klubeve të librit, që me thënë drejtën, sikur po zbehet kjo, sidomos këtu në Shkup, po shifet kjo. Edhe ajo më ka qetërua alo ma shumë, me thënë kjo pjesa e interaktivitetit mes tjerëve, se si po e shohin një vepër letrare, edhe kjo sikur më ka mahnit me një farë kuptimi. Që çdo kush e lexon me një sinqeritet. Sigurisht. Për shembull, e lexosh me një vepër, tash unë e shef na diçka më bëj ke mua përshtypje, dikujt tjetër diçka tjetër, thosh na wow, çfarë pas ka pa këtë pjesë, pse se pas na pa. Jo rastësisht shumë shkrimtar, domethënë unë me thënë drejtën, kur i lexojsha dhe kur i lexojsha ato intervistat kur dëgjojsha intervistat shkrimtarëve të mëdhenj, kur thoshin se një vepër duhet lexuar disa herë, sidomos ndonjë vepër, një fjalë që vjen këtu Don Kishotin e Cervantesit. Tash ndryshe e kupton në fillim, ndryshe herën e dytë, ndryshe herën e tretë. Për shembull, këtu e shkoqes një Umberto Eco, tash vepra s'm kujtohet, po thuj se
herë ka lexuar një vepër letrare, domethënë krejt me një sy tjetër e ka pa. Mendoj ti, domethënë se çdo shifët që leximi i një vepre duhet me të ndryshu. I vepre të mirë është fjala. Se tashmë po shohim, domethënë jam kritik i asaj pjesës që gjithçka do botohet me thënë drejtën. Edhe sa për të thënë atë ki parasysh sa për mu promovue gjëra tilla. Tash vepra duhet të flet vet të jap mesazh. Me thënë drejtën shumë fillim, domethënë para se të filloja me botu, e kisha edhe mbrojsha këtë idenë shumë që autori nuk ka nevojë me bisedu me askë, me si të themi ata admirues të tije ose bla bla. Po ideja është këtu që vepra le të flet. Se sa për shembull veprat e mba botërore, ku janë ata autor? Ata krejt kanë vdekë, mirë po na Allah i përmendim ata. Që aty është ajo pojenta që ndërmjetësimi domethënë është libri. Libri lexuesi domethënë me librin do të më kap, jo me autorin më shumë ti. Po ne ende flasim me logjikën e atyre autorëve. Sigurisht. Ju keni botuar edhe poezi. Po prej këtyre 5 librave, cilën e veçani më tepër? Është problem. Apo s'mund t'indaj? Tash poeti i ndjer tashmë Fadil Curri prej Shkupit, kur patar promovimin e librit tim në Preshev, librin e parë realisht, Çnjerëz, 2019, ai pa thënë se shife, tash tha kjo mas këtij libri ti kemi botu libra tjerë, thëke. Edhe mos harro se ky libër është libri i parë, sikur fëmijë i parë është, thëke. Thëke lidhesh me librin e parë. E tash fëmijët prindja mundet me i nda, s'mundet me i nda. Kështu që ajo e para, si më thonë, është ai hapi i parë. E tash me nda ndonjës nuk është që secili e ka vlerën e vet, sigurisht. Po besoj lexuesi këtu e jep atë vlerësime se cili ja ka vlerën, domethënë cili ka hap ato shtigjet e jetës tyre. Po cila është e përbashkët e autorëve që e kanë, se shumë një pjesë e madhe autorëve e kanë të përbashkët te poezia, ku lidhen shumë me ata syt, po janë syt, flokët, shiu, hana, këto pranata, janë këto lidhje. Pse gjitha këto lidhje vetëm te këto pjesë, në disa pjesë diçka i veçojnë i lanë më anësh. Po, edhe frymëzimi është, domethënë, sipas periudhave. Apo ndoshta shkruajnë edhe natën më shumë. Krijuesi i ka disa kod veçanta. Krijuesi është sikur ai robi i Zotit me një farë kuptimi. Robi i Zotit, ne si musliman këto e kemi dëgjuar edhe ndonjëherë edhe kemi praktikuar, zgjohet mes natë edhe i lutet Zotit me përshpirtshëm i lutet, domethënë me provësim më të lartë. Pse? Se në qatë kohë domethënë është ajo pjesa që asnjë interferencë njerëzore ose familjare nuk e ka, domethënë e ka tamam lidhjen direkte, vertikale. E tash këtë pjesë e bëjnë një paralele se edhe frymëzimi me një farë kuptimi është një lutje, ose është frymëzimi i krijuesit, domethënë është që Zoti ty të ka zgjedhë. Mose unë shpesh e them edhe mes miq që poeti nuk është që e ka zgjedhë këtë rrugë vet, po Zoti e ka zgjedhë atë përmes atij, domethënë poezinë me dalën. Sepse kur jemi këtu te poezia, kisha pas qef me thënë edhe këtë shprehje që poeti shkruan vargje që edhe vetë nuk i kupton. E çto është ajo pjesa që me të vërtetë është gjë hyjnore frymëzimi, nuk është që e ke zgjedhë ti vetë, po universi, Zoti, çu dush ta quajmë, ty të ka zgjedhë. Po nuk është që je meritor ti. Edhe në këtë mes aty tjena qartë. Nuk e di, domethënë është kjo pjesa, nuk është që mundesh e qartë me thënë, për shembull frymëzimi është kjo. Poezia është kjo. Nuk është sikur 2 + 2 = 4, edhe si matematik, po është shumë relative,
edhe është misterioze poezia, do me thonë, nuk s'mundet me shpjegu me një fjalë, kështë është poezia, ndjenjat, emocionet, i përshkruan, jo, është ma thellë. Po të vepra tjetër që e keni, pra vdekja është femër. Vdekja është vdekja që nuk mund të largohet askush, pra nuk mund të hiq askush, apo është një farë vdekje që edhe që e lën një kufom që merr frymë. Kjo vdekje që është... Pa të lexu diçka për vdekjen, edhe e shifsha në poezi, dhe më thonë, edhe e shifsha se poetët i ka intrigu pjesa vdekjes, edhe nuk ka poet në botë që nuk e ka intrigu tema vdekjes, tema femrës. Edhe thash, ti shof. Kështu që ajo poezi nuk është që e ku mendu shumë, po më ka dalë kështu, asi pas të i më vonë, vetë e ku më analizu ato. Ideja është që vdekja është një gjë e fortë, që është pa tjetër sëshme, të gjithë kemi me vdekje. Mirë po, këtë rast sikur e kom bu një metaforë, si një alegori që vjen femra që e mund vdekjen. Vetëm femra është e fortë, se këtu e kanë kesh kuptuar shumica e njerëzve kur e kanë pa titullin, kanë menduar që femra si vdekje edhe aty kur gjahit s'ka. Po, mashkulli për shembull këtë mes as që mundet me hy. Se do të thonë vdekja është çaq e fortë, një armik i përbetuar që veç femra mundet me ndej përballë. Mashkulli nuk është në atë front të luftës, e ki parasysh. Kur dash me bo aty një çfarë po thon, së ne shpjegon do të poezinë, se çka do. Vetë secili lexues domethënë i gjen ato pelat se çka ka brenda poezisë. Secili merr nga ajo që se kupton, dhe si do ta kupton. Po këtu e keni edhe një poezi e cila titullohet Ti. Ku gjithçka tek ti është poetike, është zëri yt, veshja jote, lëkura, trupi, sytë tu. Shikimi yt, shijet e tua. Ti më bën të shoh jetën më ndryshe, më jep shije që nuk kam pasur, më frymëzon për të shkruar, botën më kthen për mbis, po të mos ishe ti, vallë si do të mund të dija, a do të isha dhe unë. A i be edhe e pranon edhe këta si fjalë se bukuria fizike është për poezi, ndërsa ajo e karakterit është për dashuri? Apo... Po, pak a shumë është kështu. Po ideja këtu është mas shumë të raporti, dhe më thonë, i dashurisë, dhe më thonë, në këtë pikë. Sfundi dëgjova kritikun letrar Agim Baçin nga Tirana, përcjell edhe më pëlqen pjesa e tij se si ishte qerat, letërsisë sidomos. Edhe tha kohën e fundit, pas 30 ca viteve, tha, mu ka kthy poezia, tha, edhe kam fillu me shkrujtën. Mirë po tha, fillimisht tash, si burr i martuar me gruan, dakordum që mos kena probleme se ku me shkrujtën për dashurinë. E ki parasysh. Tash, një poet që nuk shkruan për dashurinë, tash, te na pak këtu tema janë paksa tabu si komplekse. Para shumë shirë me njësim pak me tjetër. Ndryshe, po. Nuk është ashtu. Dhe çdo kush që shkruan heziton pak shkruan për dashurinë sepse mos të keq kuptohet, mos të arritë të keq kuptim. Me thon drejtën këtu dilema i kontek me, domethënë edhe poezitë. Dorsa janë tema që fliten kështu shumë, por shkruhet është frikë. Ja, poeti duhet me shkruajtja kush tjetër. Tash, këtu gjëra, dikush mundet me thonë qysh ti si ki përjetuar dhe ki shkruajta, po ka, do me thonë, nuk është shumë e thjesht, bardhëzi, po është komplekse kjo punë. Po do të hitë në botën e fantazisë, ajo. Është, do me thonë, diçka që mund është edhe mos me përjetu, po shkruan ti frymëzohesh për një filmi, për një poezie tjetër, për një shikimi tjetër, për shembull ndonjë femër e shef veç në kuptimin jo romantik, po në atë kuptimin estetik, po edhe frymëzon e shkruan e kjo, do me thonë që ti po bën tradhtie, se ki parasysh te na, çfarë po them, na me thik i dajmë sendet edhe bardhëzi. Fatkeqësisht po. Edhe këtë mes, tash, një poet që s'ka dashuri, dashurinë do me thonë kuptoje kështu në atë kuptimin përgjithësues, mundet me shkruajt. Ose mundet me shkruajt, ama i shkruan veç kështu kot she mënyrë teknike dhe mekanike. Tash, poeti duhet me ndjenjë fillimisht. Tamam me ditë se çka ka shkruajtën, edhe çfarë mesazhi po do me përçua edhe te lexuesi, jo te lexuesit, po te lexuesi, specifikon 1, 2, 3,
Për shembull, edhe pastaj ajo shpërndahet sigurisht, po. Pak a shumë të fjalë zemre. Po, e thash këtë pjesën e lexuesit se krijuesi kur shkruaj nuk guxon me mendu shumë lexues. Kjo është e gabueshme shumë. Po e di, mendoj që kjo është duhet me i qartësu si krijues, domethënë shumë tema. Bota civilizume këtu shumë herët i ka përjetuar, po na jemi pak mbrapa e kështu që kjo që jemi mbrapa i ka dhe ato elementet pozitive. Për shembull, këtë mes, ne kemi shumë lehtë, modelet i kena. Ku ka mri bota, për shembull, civilizume, qysh i ka luftuar na veç i ndjekmi këtë aspekt. Tash ka specifika, mirë po është fjala që duhet thonë, gjithsa jemi mbrapa e kemi një model. A me pas çana vetë rrugë këto rrugë ka qenë ma sfiduese. Po ashtu që më ka rënë syne është edhe një dy vetmit tona. Mendohem se bashkimi i dy gjërave nënkupton diçka pozitive. Diçka të mirë, një tërësi në plotësi. Por nuk ndodhi diçka e tillë. Ne vetëm u bashkuam, por përsëri u ndjem të vetmuar, sepse bashkuam dy vetmit tona. Ato nuk bëjnë dot një shoqëri të plot, nuk bëjnë një trup, por vetëm dy vetmi, madje të plota. Po, a nuk është pra bashkimi plotësimi asaj të cilës na mungon? Po, jo domosdoshmërisht. Për shembull, këto gjithsa je ti vetmuar, edhe nuk i ki ato këtu edhe te kjo poezi, edhe te paraporafja që lexove, ku më dash me shpjeguar pjesën e raportit me tjetrin. Kjo shumë është e rëndësishme. Ne sikur se ne kuptojmë çto gjëra ose s'duam ti kuptojmë. Domethënë, tash ti marrëdhënie ose raport me dikë, ti duhesh edhe me dhonë. Se te na e kena pjesën veç me marrë, ki parasysh. Po, është ajo egoja njerëzore ndoshta. Marrëdhënie, jo rastësisht është kjo shprehje shqipe. Një farë reciprociteti. Sigurisht. E këtë në mes, për shembull, te kjo poezi e vetmisë. Tash një vetmitar që s'di me komuniku, edhe një vetmitare tjetër që s'di edhe ajo me komuniku, këta kur bashkohen, kjo s'do me thonë që plotësohen, se s'di me komuniku. Këto i ku shumë kësa ideas që por ata që nuk din të komunikojnë, ta kuptojnë njëri tjetrin. Komunikimi është gjithçka, çelës për gjithçka. Domethënë, tash edhe në komunikim ka detaje ndryshme që kompromese, ti duhesh me lëshu pe diçka ideja është që ajo miqësia ose komunikimi ose me një shok ose shoqe, domethënë duhet ti kapërcesh ta bësh atë vetmohimin, ta shifsh tjetrin tamam me një sy krejt pozitiv, jo vetëm çka të mungon tyje, për shembull. Pra që të marrësh atën që të mungon, por edhe t'ja përsh ajo që mungon. Sigurisht. Po pse poezia ndoshta edhe një pjesë të madhe e poezisë i drejtohet ose i shkruhet asaj vujtjes, dhimbjes, shkatërimit ndoshta. Pse më shumë kjo pjesë, apo është kjo që kërkohet më tepër? Se di, kur pasun domethënë secili prej njerëzve që i ndodhin vdekjet brenda familjeve, e kam pa veten që jam i privilegjuar që jam poet. Me të vërtetë po. Momenti që vargjet i kam hull në letër për një dhimbje ku e përmende, nuk e kiten se sa ngushëllim kum gjet. Me të vërtetë po. Ndoshta e nxjerr nga vetja dhimbje. Absolutisht, edhe i tregon tjerëve që të gjithë vojnë me një formë ose formë tjetër. Ideja është e krijuesit që di me shpreh ato. Tash secili formën edhe. Mirë po, sa njerëz vujnë edhe s'di me shpreh. Po pse është psikologi fjala për vjen? Psikologi është me çti me fol çato çka asim. Edhe ku ka terapi, se fjalën terapi s'du me përdor, por në atë kuptimin kështu kushtimisht me thonë, ku ka terapi më të mirë se sa poezia për krijuesin, po dhe për lexuesin. Pra, njerëzit tjerë flasin me psikologun, ndërsa shkrimtari, poeti flet me letrën. Po, me krijimet e veta. Po, sigurisht. Vepra juaj e fundit pra është kjo që përkthim, carpe diem. Po çka përmban më shumë kjo dhe për çka fitojnë më shumë lexuesit nga kjo vepër? Kjo vepër realisht është voluminoze, mirë po edhe përfitojnë shumë për shkak se këtu ka intervista të ndryshme që
shpjegojnë për shembull këshilla për letërsinë, për si të shkruhet një poezi, si të analizohet një poezi, një tregim, një prozë, një roman. Pastaj ka intervista të ndryshme me shkrimtarë botëror, po specifika e kësaj është që kam arrit me i shkoqit disa intervista që janë të themi kështu universale, globale. Fjala vije këtu, ka poet shkriptar të Afrikës, ka të Amerikës, ka të Brazilit, ka të Kinës, ka të Indis. Pra ka njerëz që jetojnë jetën ndryshe se cilën nga tjetër. Ka të Palestinës, me thonë drejtën, edhe që tu du me fshe këto, për çështjen e Palestinës që u bë plagë e gjithë botës, unë si krijues e kam ditë nevojshme për çështje humane këto. E kam bërë që domethënë 3 ose 4 intervista, s'm kujtohet saktë, i kam gjetë shkrimtar Ibrahim Nasrallah për shembull është edhe që e përshkru që prej Palestinës se çfarë peripeci ka pasur edhe domethënë të mërgatës që kanë dalë prej Palestinës, që kanë shkruar për Palestinën, për dhimbjen, edhe me i tregu me një farë kuptimi edhe shqiptarëve, edhe botës që atje me të vërtetë është plagë e madhe. Mirë po në kuptimin letrar këto është fjala. Domethënë, një shkrimtar i Palestinës shef Palestinën, kjo shumë ka rëndësi. Se ne sot po shohim muslimanët, po bombardojnë bazi. Jo, kjo adi, si me thonë, jo që e thjesht, po në atë kuptimin shumë klasike edhe nuk zgjidh të asnjë problem me këto. Realisht, kur fillova me lexu këto intervista, bësha vetë me gëti me mend, bëshna, po çka, po poezia aty në luftë. Ju më habit me thonë drejtën, kur i kum lexu ato, edhe thëshna, pa e ki pun pas ka bo, poezia, me të vërtet po. Do thonë, regjimi atje i Izraelit i ka pa, këta tamam halë në sy i ka pasën, se përmes poezisë, përmes letërsisë i bën punë shumë më të mëdha se sa një i armatosur fjala vije ose luftë që dele kështu konflikte frontale. Edhe jam krenar që të paktën këtë pjesë humane e kam bërë për Palestinën, domethënë. Pastaj ka këtu ku e përmenda, po, kjo pjesa se te ne, ky libër është shumë i mirë për, sidomos edhe për autorët e rinj, krijues të rinj. Këtu kanë mundësi me lexu vepra të ndryshme aktuale që botohen nëpër botë, që janë botuar nëpër botë. Se si ata e shohin, se u kriju ajo atmosfera te ne, shkruan një libër edhe mendon vetën krijues, shkrimtar edhe unë s'kam nevojë për atë. Edhe sigur në fillim bilim para thënie kom cek aty izolohen atë guaskën e vetë edhe nuk dojnë me ditë se bota përreth se çka është dinamika dialektika. Në një farë forme krijojnë botën e vetë, edhe vetëm brenda asaj jetojnë. Vetë mjaftohen, kjo është shumë e rrezikshme, me thonë drejtën. Kjo shumë është e rrezikshme se kontaminohen edhe zhduken. Ky libër është një farë kuptimi si një dritare e re për të dhënë motiv. Me ajros dhomën e vetë secili krijues. Pra edhe për të dhënë motiv. Po, sigurisht ka edhe, do të thonë, thënie motivuese për lexim, ose është për shembull është një temë për shembull për bllokimin e shkrimtarit, që bllokohet proces që secili shkrimtar i ndodh, ka një periudhë bllokohet asnjë fjalë s'mundet me shkruajtë gjëra të zakonshme, do të thonë këshilla praktike 1, 2, 3 se si me të kalu këtë bllokim. Pastaj është një temë aty për të shkruash në dialekt. Për shembull, kjo më ka bërë përshtypje se ma kujtoj, me thënë drejt, një intervistë ke regjisori dhe aktori i njohur Adem Mikulovci, indjer, thoshte se sikur dramat edhe shumë gjëra tjera ti kish me shkruajt në gjuhën gegnishte, kryevepra kishin dalën. Mirë po standardi neve na ka hup shumë gjëra. E ki parasysh për shembull ai seriale që pra standardet na kanë kanalizuar në një pjesë dhe nuk na lë me dal. Po, edhe domethënë se ti ndryshe që ndjen edhe shpreh. Edhe këtu është një farë balanci që mundet me mbajtën edhe me standardin edhe me dialektin. Po, ajo është besoj një prurje e re, faktikisht që kjo thjesht ka tema shumë të reja që një lexues për shembull shumë përfiton këtë mes.
Po, a ishte vështirë pra me mbledh këto materiale dhe ti klasifikosh se cilat ti përdorin, ndoshta diçka edhe keni mbledh, po pastaj e keni largu. Jo, jam një abonum, dhe me thonë, në disa revista, dhe me thonë, po ju më fokusu këtu të është një revistë World Literature Today, është një universitetit e harrova tash në Amerikë, nëse. Edhe aty intervistat i ka shumë, dhe me thonë, shumë të hapura, janë intervista që kanë vlerë shumë të madhe, letrare. Pastaj, këto intervista realisht edhe janë të botume, të publikume të platforma kombëtare për letërsi, për kulturë, Heza. Edhe aty do më thonë janë të botume këtu. Edhe të revista do më thonë që e kanë 2 javore. Kështu që lexuesi ka qasje shumë lehtë. Me thënë drejtën, gjersa u botu ky libër tash, mendoja edhe këtë versionin online që të ketë tamam qasje çdo lexues, domethënë, mos ta kufizoj që vetëm me ble mua ose jo, po në atë kuptim. Po, pyetja është ku mund ta gjejnë librin? Po, libri është e kam dorëzuar këtu edhe në bibliotekën kombëtare këtu në Shkup. Është në Prishtinë, është në Preshev. Libri nuk shitet realisht, po jo që dhurohet, po ideja e kam këtu që le të shkojë libri në vendin e duhur për ta lexuar. Se te ne kjo pjesa e komercializmit si popull i vogël që jena, me thonë drejtën, për mendimin tem, tash secili ka vendimet e veta, s'ja vlen. Me vërtet s'ja vlen. Thjesht shkruaj për çështja që ty preokupojnë edhe me arritje lexuesi jot edhe çaq. Nuk është që sot përfiton, jo që sot, po në atë kuptimin ne si popull i vogël nuk është që ku e di çka bën pasunie prej librit, harroja mohabet. E kam ndajt mendon çysh fillim për këtë gjë. Kështu që këtë e bëj me pasion, me thënë drejtën, edhe jam krenar me këtë pjesë. I kam ato politikat që libri vetëm le të arrijë në vendin e duhur, të lexuesi duhur, jo se kështu për fjala vije këtë libër ti s'njallon dikuna që se lexon, se është mëkat realisht. Dhe është ndoshta edhe ajo problemi, pra merr librin nuk e lexon, ndoshta dikush edhe po ta lexon do të ketë krimtari nga ai njeri të ardhmen. Po kujt i drejtohet më shumë ke libra? Do të ishte më mirë për pjesën që janë më të ri studentët, apo do të jetë ndoshta edhe ata që kanë edhe hobi? Të gjithë nga pak. Prej gjimnazistëve që kanë pasion leximin, ka tema aty të shumta që me të vërtetë e gjejnë vetëm, mirë po më shumë të është edhe për studentët e filologjikut, letërsisë, domethënë ata shumë është një libër që mundën më referu, tamam referencë me marrën, sepse me thënë drejtën gjersa përktheja, shihja aty edhe merrja mësim, fjala vije këtu, për shembull lexuesi beta. Nuk i kisha di se çka është, lexuesi beta një krijues para ndoshkrim kur e ka veprën, e lexuesve, i ka disa miq që me pa ata në çfarë syni. Se reagimet e tyre. Qartë, ata kritik letrar nuk janë, po në atë kuptimin si dytësore, e ki parasysh. E që nuk e kisha ditur në për vete, edhe ku shkryt aty, tash një lexues që e lexon këto, që shkruaj. Po, sigurisht. Mas shumë ti, domethënë kjo është me ata që dënë merren me shkrim. Me thënë drejtën edhe diçka se është për qesh, po dikush ma kërkoi këtë libër, i thash, jo, thash, më fal, ama me të vërtetë nuk është për ty. Se thash ti tregime, lexone kështu, aty për marr këtu. Kjo nuk është për marr këtu. Kjo është tamam për studim, edhe për lexues kështu, për krijues më shumë ti është. Tamam e gjen veten edhe, si më thon, i gjen ato stimujt për me shkruajt më shumë. Faleminderit shumë që na mundësu ta bëjmë këtë intervistë, është personale tjera, për botime tjera do të jemi në intervista tjera. Ju falenderoj juve që më keni zgjedhë, kënaqësia ishte e imja. Faleminderit shumë. Emisionet si këto do të vazhdojmë të kemi. Janë prej emisioneve që edhe më pëlqejnë t'i bëj, ndoshta janë nga ato që dëshiroja më shumë të bëja, por mundësit, kushtet, po ashtu dhe mysafirët që do t'i ftojmë nuk është që kemi edhe shumë njerëz që mund të ftojmë për këta tema, po sot do të kemi, do të mundojmë të sjellim
Juve faleminderit që keni ndjekur deri më tani emisionin, ne do të vazhdojmë me emisione tjera, javëve tjera. Ju vazhdojnë të ndjeqni, bëni subscribe kanalin ton, 258, like video nëse ju ka pëlqyer. Faleminderit shumë që na ndoqët, shpresoj të shihemi javën e ardhshme. Ju faleminderit.